Keni themra të çara. Ky ilaç të pjak do ju shpëtoj. Themrat e çara janë një dukuri e shëmtuar dhe shkaktojnë dhimbje, po pavarësisht se në treg gjenden me mira produkte për shërimin e tyre, shumë nga to e kryejnë funksionin e vet. Mirëpo, mënyra më e mirë dhe e lirë për të shiruar atë është përmes produkteve që mund t'i blini në shtëpinë tuaj. Lëngu i limonit. Vetitë e veta acidike ndihmojnë në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës, gjë që ju sjellin lëkurë më të butë të shëndetshme në vendin e themrave të çara. Prisni limonin në dysh dhe fërkoni zonën e prekur. Bëheni këtë për 5 minuta dhe më pas e pastroni me ujë. Mjalti ka veti antibakteriale dhe është i përsosur në trajtimin e themrave të çara. Një gotë me mjalt vendoset në një legen me ujë dhe përzihet. I fusni këmbët për 20 minuta dhe i fërkoni këmbët me lehtësi. Të njëjtën gjë mund të bëni edhe me tulin e bananes duke aplikuar në themrat tuaja.